Ha, ke qitë në ikon, I ke bot 33 vjetë, ke me të ndirë. Ko që ka jem, nuk bëti. Që është fati jemi, po e zmëres si bëj dilofe. Dhe nëse e flasë me shëzni, mu shënësit me latë. E përmene që jeton me prind në Kosovë, sa je e lidhë me ta? Me prind jom e lidhë, së dëmës me nanën. Me nanën kam diferencë fix 30 vjetë. Okej. Po e kam shoqe. Nana është tip për shumë që të kuptan, edhe ti mundesh me folë çka do me to. Si me një shoqe më të mirën që mundesh me konë. Ndoshta ju komplet ato sekretet e tua, po më me thonë që nanës qatë lëshmëri që ka me to, mundesh me I tregu edhe për një simpati që e ki. Nuk është asi tipi që mund të ko që ka jem, nuk bëti. Po foli edhe kur jam konë me eri, apëtën se nuk po foli tash në këtë morë, se edhe që tash me bo më në thonë diqka. Që tash sigur të adhi, ako nëjse në tre. Jo, fatmirësisht nuk e kam që të presjam prej familjes, se në menoj që ka familje shqiptare që halo e kanë qatë mentalitetin dhe që të bujnë presjon. Ha, ke qitë në ikon, I ke bot 33 vjetë, ke me të ndirës e najsen. Fatmirësisht nuk e kam që të presjon prej prindve, as prej motrës e vllai ma nështë pak, po... Se zakonisht, ata që janë mas më dhej. Nështë që kjo më bën ashtu që mi jep nështë prioritet punës, jo që më kish pengu diçka, sunë nuk menoj që dashnia është penges, po foli gjithmonës është personi I duhur. Menoj që dashnia është një farë motivi, shtys për punë, që kur do që e gjenë personin me gjej dikan që ka me ta kuptu këtë botën e artit. Qatë që shpo më kuptan, qajo. S'ki nevoj me folion. Që kjo qaja që dishta me thonë. Do më thonë t'i gënaj deri moshën 33 vjeqare, se ta shte e tregove vetë, nuk kom faju, në mune me potencu. Nuk e kam problemën, mënej që kjo është një dhurat prej Zotit, edhe inshallah mja Zotit shëndet. Amin. Edhe mi pas nështë ja një qenë shumë. Po qa e ka shkryt, jom shumë e lumtur, kështu që këtu I kam dhurat prej Zotit edhe s'kam arsye pse me më shef. Ti e përmende pjesën me gjej dikan, edhe normale, o gjithë cila femën, gjithë cili djallë dikur, me një koka me gjej dikan, kam njëftu dikan, po sa menon që ka me qenë e vështirë kjo shkputja prej familjes, dhe pas parasysh që ty të paskara ma shumë ty prej fëmijëve me nejt me ta. Ose e menon e erë gjithë pjesë qysh kam ja bo? E menoj me raste, e di që ka me pas shumë të vështirë, se ka njerë nështë edhe nëse e flasë me shëzni, mu shënësit me latë. Tipike jam është familjare. Edhe shpresoj që ajo ditë që ka me ardhë, ka me kam personi duhur që nështë mos me vrejt që të mungesën qatë shumë, po që me pas edhe atë lirin që unë me konë shumë shpesh edhe në familjen ta. Me konë sa nena, sa kënena. Po do me të balancimi. Okej, më falë, se kishë në të ndërprej për pak. Deshta me të pyt, a kështë marrë burrin aktor? Ose diçka qëto këngëtar, ose diçka pjesë e qësaj elitës? Valaj dritë me tonë, nuk është që I qas vetës pengesa në profesion që mundet me pas. Menoj që është rëndësishme vetë se me pas mirë kuptim njëni me tjetrin, mandej nuk ka rëndësi se cilit profesioni ta kanë. Se të është gjuha e mirë kuptimit, mandej ajo pjesa tjetër mbetet dytësore. Edhe rëndësishme është me potencu që nuk është që jam asi personi që jam raciste se diçka, po kam qef e konë shqiptar që ke për rëndësi. Nuk e kisha marrë do me thonë tjetër, kurse se? Jo. Qka nëse kishe shku me jetu jashtë? Nuk I dihet, e potencova që nuk jam raciste, po dëshira për shkak të kulturës, zakoneve, që edhe fëmija me urit në qëtë lloj fryme në traditën tonë, me konë shqiptar, po është I mërësardhët. Po qka nëse të ti shkojnë dikun jashtë me punën e aktrimit e kështu, edhe ta konë Zoti me një të huj? Që është fati jemi, po e zmëres si bëj dilofe. Veç let vjen. Veç let vjen.